أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, salatet dhe selamet, përshëndetjet, lutjet tona më të mira janë për më të mirën e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin e Abdullahut, mbi familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, sot jemi inshallah në një takim të ri, ku jemi duke folur në lidhje me gabimet e namazlive, në cilën po mundohemi të sqarojmë inshallah fjalët e dietarëve, ku na i kanë sqaruar se cilat janë gabimet të cilat namazlit i bëjnë në namazet e tyre, qoftë para, gjatë apo pas namazit, apo edhe jashtë 5 kohëve të namazit, sikur që janë namazi i xumaz dhe namazet tjera. Lutim Allahu Teala inshallah që të na lehtësoje dhe atë çfarë e qëllojmë është nga Allahu Teala, ndërsa atë çfarë gabojmë ajo është nga shejtani dhe nga nefsi ynë, Allahu na i falt. Herën e kaluar folëm në lidhje me çështjet të cilat kanë të bëjnë me namazin me xhamat dhe në formimin e namazit të dytë me xhamat në një xhami në të cilën është fal namazi i parë, pastaj ka ardhur xhamati i dytë dhe ka krijuar një xhamat tjetër, dhe treguam se nuk pëlqejet një gjë e tillë për shkak të vetë praktikës së pejgamberit alayhis salam dhe sahabeve, shokëve të tij, po ashtu edhe shumicës dërmuese të dietarëve nga imamët e mezhebeve, nxënësit e tyre apo edhe dietarëve të tjerë prej tabiinëve dhe atyre që kanë ardhur pas tyre. Vlera e namazit me xhamat ishte e madhe, ku thot pejgamberi selam, kush shkon në xhami dhe kthehet prej saj, Allahu do të përgatisë për të një vend në xhenet sa herë që ai shkon dhe kthehet, që hiç pa dyshje këtë shpërblim e marrin ata të cilët i përgjigjen thirrjes së muezinit kur i thret me ezan për me shku dhe me fal namazin me xhamat në xhami. Mirë po, ka dhe disa hadithe të cilat nuk janë të sakta se përket çështjes së faljes së namazit me xhami. Për shembull, hadithi kur të shihni një burr që është bërë zakon të shkojë në xhami, dëshmoni për ta se ky njeri është me iman, ka besim. Kanë thënë dietarët se nuk është hadith sahih, por është hadith që bie ndesh me hadithet e sakta të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Apo hadithi tjetër, largojeni fëmijët nga xhamit, po ashtu nuk është hadith i vërtet nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Unë e majnë mend si fëmijë kur kam qenë, që kishte pleq, që sikur e kishin detyrë ndoshta edhe të bazuar në kësi hadithe, që me i largu fëmijët prej xhamis, kanë qenë për atyre që mënyrë sistematike nuk donin me leju me u fut fëmijët në xhami. Dhe kjo nuk ka bazë në legjislacionin islam, në fenë tonë. Përkundrazi, fëmijët kanë ardhur kod pejgamberit alayhis salatu wassalam, janë falë në xhami. Mirë po, sikur që kanë thënë dietarët, shiqohet gjendja e këtyre fëmijëve. Për shembull, Imam Maliku kur është pyet në lidhje me këtë çështje, ka thënë nëse fëmia ka arrit dije normat e sjelljes, i njeh ato dhe nuk lun në xhami, në këtë rast nuk ka problem. Po nëse fëmia është i vogël dhe nuk qëndron në një vend, por lun, nuk e pëlqej që ai të vijë në xhami. Nëse fëmia është i qetë, i din rregullat, është i ngushëm që e thojmë neve në popull, dhe baba i ka thënë unë po falem ti rrit këtu, mos bën zhurmë, mos luj, mos i shqetëso tjerë, dhe ai dëgjon, atëherë jo vetëm që është e lejuar, po edhe pëlqyme që këta të marrin pjesë dhe të bëjnë shprehi pjesëmarrjen në xhami kur falet namazi me xhamat. Por nëse janë fëmijë
të cilët nuk e ruajnë qetësinë, por bëjnë zhurmë, atëherë nuk është mirë që ata të vinë dhe të prezantojnë për shkak të zhurmës, jo pse ka ndonjë hadith në lidhje me këtë çështje. Për shembull, pejgamberi alayhis salam kur falte namazin me xhamat, thot dëshiroja ta zgjatja pak, për kur dëgjoja nga prapa zëra të fëmijëve që qanin, se vinin nanat për shembull me fëmijë të vegjël, atëherë thot e shpejtoja, e shkurtoja zgjatimin e namazit dhe e leja atë zgjatim që mendoja me e bë. Kjo tregon se është shqetësuese zërat e fëmijëve në xhami, dhe kur ka mundësi mos me i marr fëmijët që nuk janë të qetë, është më mirë mos me dalë në xhami me fëmijë të tillë. Po ashtu ka hadithe tjera, për shembull është hadithi i Thaleb ibn Hatib, i cili thuhet se e ka lënë dhënien e zeqatit dhe faljen e namazit me xhamate, pastaj në Abu Bekr radhiyallahu anhu shku dhe ja ka marrë dhunshëm zeqatin në send, edhe ky po ashtu nuk është hadith sahih, këtu e përmendet qëllimshëm, për arsye se ka raste, mesin e tyre jam edhe unë, kur ndoshta e kem di që është hadith i vërtet, edhe e kem cek si ndodhi, por pastaj e sheh se nuk ka bazë në hadithet e vërteta të pejgamberit alayhis salam, dhe këto lëshime janë të natyrshme që i bën hoxha, e pa natyrshme është mos me u kthy prej gabimit që e ka bë. Dhe e pa natyrshme është me mendu xhamati se hoxha nuk gabon. Janë muhadithinët, ulemat e hadithit, ata të cilët ndrojnë qëndrimet e tyne në çështje të caktuara. Njëri thot hadithi daif, pastaj i thot sahih, i thot i dobët, pastaj i thot është i vërtet, apo kundërta mendon se është i vërtet, pastaj i sqarohet që hadithi nuk është i vërtet dhe ndron qëndrimin. Kjo është e mirë e këtij dietarit të hadithit, sikur që është e mirë edhe e një hoxhës, predikuesit, i cili e din një çështje, e spjegon në momentin që e vren se nuk është hadithi i vërtet, të riqet prej saj dhe ja spjegon xhamatit, një sjellje e këtill tregon devotshmërinë e personave të tillë, e asesi dobësinë e personave të tillë. Po ashtu, prej gabimeve që bëhen pas përfundimit të namazit, nderuar vëllezër, është kur japim selam, kur dalim mas namazit, japim selam, selam aleikum, e sheh njerëz me një herë t'japin dorë, Zoti ta bëft kabul, edhe ty Zoti ta bëft kabul, sheh në për xhami, sheh edhe në xhamit pejgamberit alayhis salam, sheh edhe në Qabe, që njerëzit mendojnë se është obligim, me një herë më u dhon dhe më u dhon me u lut për njëri tjetrin. Sa i përket çështjes së selamit, kjo është për sunet, por më thon njëri te qabbal Allah, Zoti ta bëft kabul, sa herë që takohet me to, kjo nuk është nga suneti. Dhe po selami, po, se thot pejgamberi alayhis salam, kur do njëri për juve të takon vllahun e tij, le ta përshëndete me selam. E nëse ndërmjet tyne ka lënë një pemë, mur apo gur, e më pastaj takon përsëri, le ta përshëndese përsëri me selam. Hadithin e transmeton Abu Davudi në sunenin e tij, dhe është hadith sahih, sikur që ka përmendur Sheikh Albani në silsile hadithe sahiha me numër ndor 186. Prandaj dhënia e selamit në çdo rast është sunet. Edhe në xhami, edhe kur dalim prej xhamis, është mirë që ne të japim njëri tjetrit selam. Për shembull, Abdullah ibn Omeri thot një ditë pejgamberi alayhis salam doli dhe shkoi në Kuba për me u fal, te xhamia e Kubas. Aty erdhën ensarit dhe përshëndetën me selam në momentin që po falej pejgamberi alayhis salatu wassalam. Resulullah sallallahu alaihi wasallam kon tu fal në xhamin e Kubas, e kanë ardhur ensarien sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, të cilët kanë qenë të Medinës. Edhe tu qenë namaz, pejgamberi sa i kanë dhënë selam. Pyetja vetveti u lind, këtu ne a lejohet njëri që është namaz ne me i dhënë selam. Këtë pyetje thot Abdullah ibn Omeri e pyeta Bilalin radhiyallahu anhu, muezinin e pejgamberit alayhis salatu wassalam,
si ja o ktheu pejgamberi alayhi salatu wassalam selamin kur ishte duke u fal në kohën që ata i dhanë selam. Bilali radiallahu anhu tregoi se e qoj pejgamberi alayhi salam dorën dhe në këtë formë e mur selamin e tyne, që kjo është suneti, që lejohet dikuj që është në namaz kur të hyjmë në xhami, ne me dhon selam kur të hyjmë në xhami. E nëse jemi ne duke fal namaz, për shembull më të fal sunetin tehetul mesjid ose sunetin e drekës apo të namazit, dhe dikush hyn në xhami, selam aleikum, unë jam duke fal, e çoj dorën, e cila është pashtu pasimi sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, se në këtë formë e ka marrë Resulullah sallallahu alaihi wasallam selamin në namaz. Prandaj kjo është forma e marrjes së selamit kur të jemi në namaz. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam hyri një herë në xhami edhe e pa një njeri të u fal. Kur erdh ai te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i dha selam pejgamberit alayhi salatu wassalam, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ja ktheu selamin, e pastaj mësoi, i tha, shko falu edhe një herë se nuk je fal, mësoi se mos më ngut namaz. Është hadithi më i gjatë, era vetë kaluam e kam shpjegu këtë hadith, po këtu ajo që na intereson është që lejohet brenda xhamis me dhon selam, se sahabiu i dha selam pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam e mur selamin. Prandaj nuk ka nga sunneti që mu kthy edhe vetëm i thon selam aleikum, mi dha selam, shpëtimi Allahu qoftë mbi ty, direkt i themi taqabbal Allah, Zoti u pas pranu namazin. Kjo nuk është prej sunnetit, prandaj edhe është prej gabimeve që po e theksojmë dhe po e tregojmë këtu, që kur dalim prej namazit, njëherë e bëjmë dhikrin, nëse dojmë me përshëndet dikon prej vëllezërve tonë, atëherë e përshëndesim me selam. Mirë po, edhe kjo nuk është shumë e pëlqyme derisa vllau është duke e kry dhikrin, duat, lutje që ne i ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam me i thonë mas namazit, sikur që është 3 herë me thonë astaghfirullah, 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 pastaj Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Njëri të i bo dhikrin e vetë, të e knua e tëllë kursin, të spidovën, të i ngre të spit, nuk është mirë që ne me e pengu vllaun në këtë formë. Pastaj, nëse veç dojmë me përshëndet, nuk shkojmë me fjalë, me lutje, por i afrohemi me selam. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam, për shembull, Allahu ka thonë në Surat Ahzab ajeti 44, përshëndetja e tyne kur ta takojnë atë është selam. Kur takohemi me Zotin ditë gjykimit është mi dhon selam. Po ashtu përhapeni selamin mesin tuaj, tha pejgamberi selam, sikur që ka thonë dietarët, ka thonë përhapni duan mesin tuaj para selamit, që mi thonë taqabbal Allah, Zoti ta pranoft, por i thu selamu aleikum, i jep selam, e pastaj edhe mundesh me i dhon dorë, mirë po një herë është mirë me i kry dhikrin, e nga dhikri, nga dua që i ka po pejgamberi alayhis salam pas namazit, ka qenë Rabbi qini adhabaka yawma tab'athu ibadak, o Zot, më ruaj nga azabi i yt, nga dënimi i yt, ditën kur i ringjall robërit e tu. Andaj është mirë me bë këtë dua si shprehi, me thonë Rabbi qini adhabak, Rabbi qini adhabak yawma tab'athu ibadak, ditën Zot më ruaj nga azabi i yt, ditën kur do ti ringjall robët e tu. Nëse s'mundesh me bë në gjuhën arabe në origjinalin e duas që ka bë pejgamberi, sa mundesh edhe shqip, insha Allah, Allahu Teala ta pranon. Po ashtu prej gjanave të papëlqyme është, ka thonë dietarët, me bë dhikrin me za pas namazeve. Për shembull,
ka dhënë selamin, selamu alaikum wa rahmatullah, selamu alaikum wa rahmatullah, edhe me fillu me një herë ato çfarë shohim neve në xhamia tona me thonë Allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, me zot madh, me zini, do të xhamati bëva kja se din kështane, ose me bë me zot astaghfirullah, 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 Allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Këto thuhen në vetmi, veç e veç, secili, e jo në mënyrë të organizume që dikush me nejt edhe me urdhnu xhamatin se çfarë duhet me thanë. Për shembull i thot njëri Ya Rabbi dhal jalali subhanallah, e këta pastane me numru 33 herë tesbih që e quajmë me lavdru, madhru Allahun Taala. Pasane Elhamdulillah me marë 33 me thënë Elhamdulillah, apo Allahu Akbar, e këta me ndëgju edhe me ba me komand, e pasane në fund La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Edhe kjo nuk është sunnet i pejgamberit alayhis salam. As Bilali radiallahu anhu që ka qenë muezini i pejgamberit alayhis salam nuk e kanë bë, as tabiinet nuk e kanë bë. Me thonë nuk është prej sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam që kur të kryhet namazi, dikush me bë dhikrin, lutjet pas namazit me i bë me zash, me ngrit zanin. Ky nuk është sunet. Ose për shembull gjatë namazit të ravive, pas çdo 2 recate ose 4 recate të namazit të ravive, kur falet me bë tekbire ose salavate me za. Për shembull po flas te ne në Prizren marrin salavate me za. Allahumma salli ala sayyidina deri në fund. Nuk ka sunet i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe me i thonë xhamatit, mëse bën këtë bidat, ty të quajnë bidatçi. Ku mungon dija për sunetet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, akuza është e shpejt, se këto burojnë nga ignoranca e njerëzve. Automatikisht të akuzon. Çao kjo punë, ako ka haram me të quajë salavatën dhe Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, pse jeni kundër salavatën dhe pejgamberit alayhis salam? As kush nuk është kundër as tekbireve, as salavateve për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Qoftë me thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar. Problemi është se një formë e tillë e dhikrit pas namazit nuk është bën nga pejgamberi selam, nga muezini pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe nga sahabët shokët e tij. Nuk ka bazë në fe. Dhe kur s'ka bazë, taj që është dërgu me në mësu fen, automatikisht është bidat, është novatori, është risi në fe. O kullu bidatin dalala, o kullu dalaletin finnar, thot pejgamberi sa me çdo bidat është dalalet, është devijim, është humbje. E çdo devijim dhe humbje është i dënuar me zjarrin e xhenemit. Prandaj pasojmë sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Thot imami assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ana në majt, ne secili duhet me thonë astaghfirullah, 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 kërkoj falje tek Allahu Taala 3 herë, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Kjo është duaja. E pastaj bën tespit me gishta. Tu s'ke nevojë me i marr tespit. Prandaj jemi këtu për me fol, jemi të fol për gabimet që ndodhin në namaz, gjatë namazit, para apo pas namazit. Pejgamberi alayhis salam ka bë tespih diku 33 herë. Subhanallah, pastaj 33 herë ka thonë Elhamdulillah, pastaj 33 herë ka thonë Allahu Akbar. Dhe ka plotsu, sa kanë bë 99. E ka plotsu me 100 ato thonë La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe ka thonë kush thot 33 herë Subhanallah, 33 herë Elhamdulillah, dhe 33 herë Allahu Akbar. Shfala pas namazit dhe e plotson
99 këto bojnë. E plotson me 100-ën, të e thonë la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. I falen gjunahet, po qofshin edhe sa shkuma e detit. E qëtash, ti për e shtin Mojzirin me i thonë, e gjematin nuk për e thot që të 100-ën për shumë, hajtë 99 për e thot, për 100-ën, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, deri në fund. Gjematin s'pa e thot, pa e thot Mojzini. Në formën që se ka thonë Mojzini pejgamberit, alesa para pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Prandaj të mundohemi me pasu Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam mësimet e tij ashtu siç na e ka mësu vet pejgamberi alayhi salatu wassalam, e jo siç neve na e merr mendja që dojmë me e bë. Dhe po ashtu nuk është mirë imami kur ta krye ose kur jam te dhikri, para se me dal aty, ne kur jam te dhikri, është mirë për shembull që dhikrin me e bë me 33 të thonë subhanallah, po mundet me thonë nëse s'ka shumë kohë, me thonë 10 herë subhanallah, 10 herë elhamdulillah, apo 10 herë Allahu akbar. Nëse me thonë 43 herë. Edhe kësi sunet ka të pejgamberi sa. Ose 11 herë subhanallah, 11 herë elhamdulillah, 11 herë Allahu akbar. S'ka kohë, është duke nxitu, po nuk dën me humb shpërblimin e dhikrit, atëherë bën me 10 ose me 11 herë, por madhro Allahu Teala dhe zbato një sunnet të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe për këtë inshallah do t'jesh i shpërblym nga ana Allahu Teala. Ndërsa përdorimi i tespeve, kokrave të tespihut që i kemi neve, edhe mendojnë se pa tjetër në xhami më qenë ato, e marrin pas në ja gjujnë një tjetët merre, ose të marrin përgjegjësi pse s'ki tespeti aty. Prania aty nuk ka qenë në kod pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sheikh Uthaymin për shembull ka një fetva të mirë, thot suneti është me bë me gishtë. Po nëse kemi person i cili ka fillu me rrok harresa dhe pja letësën në të mënyrë me ngje, për të lejohet. Qoftë me tespih tash ka edhe me kësi me të shtyp me mënyrë elektronike, subhanallah, 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 i shen numrin që e ka bërë 33 herë, lejohet, se për ja letësën, se po ka problem me arresën. Nëse jo, nuk ka problem me arresën, atëherë e bën me gishta, se pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu se këto do të flasin në ditën e gjykimit. Se thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, numroni ato me gjeshtrin, dhe më thonë në një hadith që e transmeton Abu Davudi në sunenin e tij dhe Hakimi, dhe Sheikh Albani po ashtu në silsilet haditheve të vërteta e ka përmend, në silsilet haditheve të dobta e ka përmend që hadithi është hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka porosit disa gra që me e bë dhikrin pas namazit, të thonë 33 subhanallah, 33 elhamdulillah, 33 Allahu akbar, dhe ka thonë numrojnë ato me gishtrin, sepse ato do të pyeten dhe do të flasin ditën e gjykimit. E pse une mos me e bë me fitu shpërblimin e kësaj çështje të nderuar vëllezër. Dhe une do të më mundu me e fitu shpërblimin e jo me qenë bidatçi dhe me bë një sen që nuk është prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu imami është nga suneti kur ta kryer namazin, selam aleikum wa rahmatullah, selam aleikum wa rahmatullah, me u kthy ka xhamati dhe me kthy shpinën ka kibla. Ftyrën me kthy ka xhamati dhe me bë dhikrin. Dhe është e pëlqyme që xhamati me prit imamin me u kthy, e jo me njëherë para se me u kthy imami, me brof në kam dhe me shku e mos me ndajt me prit imamin me u kthy, e tek pastaj është mirë me ndajt në vendin e vetë, me bë dhikrin nëse ka kohë, se me la që të lutem për të, por nëse nuk ka kohë, do në me dal, atëherë është mirë që thash të bëhet kjo punë duke qëndru
brenda xhamis derisa të kthehet imami. Duaja pamdyshje që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pranohet edhe në prej vendeve të pranimit të duas është kur të jemi në sejdë. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka bë duat dhe ka porosit që kur të jemi në sejdë me i shtu duat, se ka thonë mës afër me robi është kur është në sejdë me Zotin e vet, andaj shtoni duat kur të jeni në sejdë. Mirë po, disa njerëz i vrejnë se kur kryhet namazi, masi kryhet namazi, shkon lutet Allahu Teala dhe bën sejdë përsëri pas namazit. Nuk është sejdëja, vendi i sejdës me bë dua masi të kryhet namazi. Pasi kryhet namazi ti mundesh me u lut, por jo përsëri edhe pse krye namazi me shku edhe me bë sejdë, se kjo nuk është prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj nuk preferohet të bëhet një gjë e tillë, sikur që nuk preferohet pas namazit të yatsis me qëndru gjatë dhe me ndajt me bën ndeja, sikur ne për fat keq që sot jemi duke i bën. Nga suneti është që më njëherë mas yatsis me shku edhe me pushu me flajt. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, bisedat nuk bëhen pas yatsis, pas namazit të yatsis me përjashtim të dy njerëzve, atij që falet dhe atij që është udhëtar. Nëse janë udhëtar ata normal që vazhdojnë bisedën dhe atij që falet ata lejohet se janë të falë namaz, ata bën me bë muhabet. Mirë po, nuk pëlqehet pas namazit të yatsis dhe dietarët ka thonë pse nuk pëlqehet me bë muhabet mas namazit të yatsis, kanë thonë mendime të ndryshme. Mesin e tyre kanë thonë se nëse vazhdojmë me ndeja me zgjat muhabetin, atëherë ka me hup namazin natës, i pëlqym që është pjesën e fundit të natës. Nëse pjesën e parë të natës e kalon muhabetin, ndeja, shiqime, televizionit e çka dijone e bim me flet 12:01, sikur që shumica sot dërmuese po e bëjmë, sa prej muslimanëve të sotit falin namaz të natës. Armëno, sa herët ndimën është namazi yatsis, me shku me pas praktik, me shku me flajt, dhe pas të ene kur pjesën e tretë natës ti mund është me i kalu së dënë në ibadet dhe mu sëqu i pushushë. Dhe tjetë kanë thonë pashtu është problem se namazi i natës është, dhe më thonë, nëse e rrim mas namazit i yatsis, është problem që me vazhdu, dhe më thonë, ndejen, aq vonë, sa që e lëdh trupin edhe e ka vështirë më që namaz sabahut, me fal namazin e sabahut me xhamat, e disa bile edhe me hum tërësisht namazin e sabahut për shkak lodhjes që e përjetojnë. E kjo është gabim që të vonohemi pas namazit të yatsis me gjumin. Se mos rinin po evrej ka jashtëzakonisht problem, qëndrimin e gjatë pas yatsis dhe shumë vështirë kanë pasën e zgjimin për me fal namazin e natës ose me fal namazin e sabahut me xhamat. Xhamiat namaz sabahut për fat keq janë të zbrasta. Apo disa dietar kanë thonë kur folim mund me hin gjunah e namazin e i fshin gjunahet. E kanë thonë le të jetë namazi i yatsis fundi me cilin përfundojnë namazet ditore dhe të natës, në mënyrë që të jemi të falur me këtë namaz dhe mos ngarkojmë veten ende më tepër dhe mjafton inshallah që me shku edhe me shku në shtrat sa më pak komunikim me njerëz edhe me pushu trupin dhe mos me bë gjunahe të tjera. Për fat keq, sot shumë prej neve nuk jemi duke respektu këtë normë dhe i sheh njerëzit që falen me, do të thonë, me të shpejt,
e pastaj ne e vazhdon qëndrimin e gjatë, netët i bën të gjata, e pastaj ne ka problemin me zimin e namaz natës edhe namazin e sabat. Allah na përmirësoft, e na bëft më të mirë se sa që jemi dhe na mundsoft inshallah që të zbatojmë ato çfarë e mësojmë, edhe të zbatojmë sunetin e pejgamberit sa dhe të largohemi prej bidateve, risive në fe, në mënyrë që mos të meritojmë idhrimin e Allahut, por përkundrazi të fitojmë kënaqësinë e Zotit dhe të pejgamberit tonë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Deri në takimin tonë të radhës, mbeqim për kujdesin e Allahut. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.